Syfyr quhet ushqimi që hahet në kohën mes mesnatës dhe zbardhjes. I dërguari i Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të, e ka këshilluar ngritjen në syfyr dhe ngrënien qoftë edhe një kafshate ose më së paku konsumimin e ujit. Profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë: "Në syfyr ka bereqet, kurse si të mos rrini pa u ngritur në syfyr, qoftë edhe për të pirë një të gëlltitur ujë, sepse Allahu i madhëruar dhe engjëjt e tij bëjnë lutje për ata që ngrihen në syfyr." Është prej traditës së bukur të profetit Muhammed a.s. që agjëruesi ta çel agjërimin dhe të hajë iftar sapo të hyjë koha, gjë e cila përkon dhe me faljen e namazit të akşamit. Edhe pse koha e faljes së namazit të akşamit është shumë e kufizuar dhe duhet falur sa më shpejt, profeti Muhammed a.s. në fillim hante iftar, pastaj shkonte dhe falte namazin e akşamit. Në shpejtimin e çeljes dhe ngrënies së iftarit ka mëshirë dhe dëmshuri për njerëzit. Në lidhje me këtë, ai na ka mësuar duke thënë: "Për sa kohë që njerëzit të vazhdojnë të nxitohen në iftar, do të kenë mbarësi." Njëkohësisht është një prej traditës profetike që iftari të hapet me ujë ose me hurma. I dërguari i Zotit, paqja e Zotit qoftë mbi të, po të kishte hurma e hapte iftarin me to, përndryshe e hapte me ujë. Ai na ka porositur duke thënë: "Kush nga ju të jetë i agjëruar, të bëjë iftar me hurmë, po të mos e gjejë dot atë, të bëjë iftar me ujë, sepse uji është pastrues." Prandaj agjëro dhe ti, nëse dëshiron të përfitosh nga bereqeti i syfyrit, i iftarit dhe i kësaj tradite të bukur profetike.